është një element kyç i propagandës. Unë propagandën natyrisht nuk e bëj dot. Më thënë, e kuptoj, ne i çojnë dhe ne, shiko, shpërndaj këtë, bëj këtë, etj. Unë nuk i shpërndaj. Gjëra për të cilat nuk jam i bindur që janë ashtu. Kjo është e parë. E dyta, kjo lloj propagande nuk ka vlerë tek njerëzit. Nuk ndikon tek njerëzit. Dhe mua më vjen keq sepse nganjëherë e marrin si model Instagramin tim dhe pastaj ju thonë, mos u bëni si ai. Domethënë se është një problem shumë i madh ky. Tani është shumë e vërtetë ajo që po të shkosh atje, të takosh me njerëzit edhe mëson. Unë ekonominë e bujqësisë nuk e mësova në shkollë. E mësova në Divjak, e mësova në Berat, e mësova në Krutje, e mësova në Këmishta e Ktematan. Unë ekonominë e blegtorisë nuk e mësova në shkollë. Unë mësova në shkollë bankat. Këtë gjë tjetër e kam mësuar atje. Dhe që ta kuptosh bujqësinë, po nuk vajte atje. Të ulesh edhe të flasësh me atë bujkun që është në serë, me atë blegtorin që është në stallë. Nuk e kupton në botë. Dhe në parlament vjen dhe thuaj që ne kemi bërë shumë mirë, kaq lek, kaq shumë, i kemi rritur me kaq %, i kemi rritur me aq etj. Kjo është propagandë bosh. Dhe kjo i irriton njerëzit. Pse i irriton njerëzit? Sepse ai tjetri që sot merret me lopën dhe prodhon qumshin, dhe në fund ka përballë atij një grumbullus apo një fabrikë që janë mbledh qumshin me 400 lekë, me 420 lekë të vjetra, 42, 40, 42, 43 lekë. Fillon të bën llogarinë. Kjo loga ime do kaq mis, do kaq bullgur, do kaq soj. Po do dhe këto vaksinat. Po do dhe këtë antimikotikun që në dimër është i domosdoshëm.